Kam bërë një zbulim. Si e them those, e shpika unë këtë që do të them. Nëse unë jam nga ata njerëz që kur blej make-upën, blej një sasi shumë të madhe për t'i pasur një vit rresht. Edhe nuk e vras më mendjen për të bler asgjë. Por kur po kthehesha në aeroport, më zuri syri këtë fondatin. Dhe mendoj se është fondatina e kësaj vere, është i përbërë nga uji, është i Chanelit, dhe është pothuajse as pak over. Thjesht çfarë bën? Heq pjesën e skuqur të lëkurës. Thjesht në të bën ngjyrën e nuk të markon fare lëkura. Dhe kjo është gjëja perfekte që më merr. Një njëri transparent që jam, ashtë ndaj me ju dhe të knaqen me një qka të knaqen edhe ju bashkë me mua. Ndoshta e keni, unë ka një zbida, qatë. Besha ime për sot që është kesh vishu dhe ditë nga shtëpia, sepse fantazia ime është bllokuar, ndoshta ka fajin koha, dhe mbi të gjitha kam një orë që unë dua të bëj të qrape bashkë dhe nuk do i bëj. Gjithsesi, në të tilla raste, ku pjesa të dalim, të marrim ato punët duhet jemi rahat. Dhe të gati, të marrim pak të tjera, dhe këto janë të dytat që marr sepse thjesht i adhuroj sa të rehatshme janë. Janë të New Balance, nëse se pat. Po ja se mund. Dhe super shkojnë, janë super të rehatshme, mos e harrojmë të pjesën, po iki tani se jam shumë vonë, por ju nëse doni që t'i dini, atëherë thjesht klikoni te ky linku dhe do i gjeni të gjitha. Kam ardhur për seancën e dytë për të trajtuar fytyrën. Edhe jam pafund e lumtur që ka këtë shkëlqim, edhe di që do bëhet akoma dhe më mirë, por duhet të ndjekim protokollin. Që do të thotë, në momentin e parë që shohim që okej, fytyra është shumë mirë, nuk heqim dorë sepse ato mund të rishfaqen. Kush janë ato? Aknet. Sot është seanca e dytë e Redurance Scar për heqjen e shenjave. Dhe para se të fillojmë injektimin, normal duhet të mpihemi se ndryshe dhëm pak. Dhe më ka lënë doktoresha këtu, të vetmuar.